një vonesë e madhe. Vonesë e madhe dhe drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Kështu që në këtë aspekt kërkesa e tij është e drejtë. Mirë po, ai insiston edhe bën këtë gjë te Komisioni i Ligjeve, e bën këtë gjë në Parlamentin e Shqipërisë. Në fakt, unë s'dua ta banalizoj, por edhe ta hiperbolizoj, por është një realitet. S'di gjë ende Kuvendi i Shqipërisë se çfarë do bëhet me mandatet e këtyre. Akoma nuk di gjë. Pse? Sepse s'pak duam apo nuk duam ta pranojmë, është strukturë që na u rekomandua fillimisht, na u dha dhe pastaja u insistua, na detyroi, na futi në rresht gjithë ligjvësit tanë, i bërin 140 bashkë dhe i futin parlament, e tha ngrini duart tani se s'keni alternativë tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përjedhoi, derisa është e tillë edhe zgjatjen e mandatit që andej do na vi tani neve, do zgjatet mandati këtyre. Të gjithë janë në syt andej po them. Po të gjithë janë syt, andej janë syt. Dhe ky është një realitet. Dhe në vendet e Bashkimit Evropian, edhe tek Bashkimi Evropian, të cilët janë dy shtyllat e forta që e mbështesin këtë strukturë të posaçme SPAK-un, që mbështesin gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Dhe është domosdoshmëri shtyrja e mandateve të këtyre 11-ve, pra këta duhet ta marrin dhe një mandat tjetër 9 vjeçar, dhe unë jam i bindur që drejt kësaj do shkohet. Po do të jetë vetë zoti Dumani tek këta. Dhe zoti Dumani, në rast se një gjë të tillë, domethënë, e bën nga kjo që unë thash, nisur nga kjo premis që ai do që institucioni të mos vdesi, institucioni të mos impaket puna edhe forca goditëse që ka edhe rrjedha shumë e mirë pozitive që ka marrë, domethënë, kjo strukturë e bën pra për këtë gjë, atëherë Dumani duhet të tërhiqet nga ajo që të mos jetë vetë. Duhet jetë dhe vetë në rast se do të zgjatet mandati. Në të kundërt të pastaja, nëse do të tërhiqet, atëherë kjo do të thotë që Dumani realisht është i kënaqur me punën që ka bërë deri më sot, shikon që perceptimi i publikut dhe i gjithë institucioneve ndërkombëtare edhe të vendit janë pozitive për punën e tij. Unë e bëra thot detyrën e tani tërhiqet sepse është i bindur që do vejnë i prokurori apeli, edhe në prokurorinë apeli do të jetë më komod, më pak sforco, nuk do ketë të goditje që ka tani e tjera dhe bërë rehatin ai domethënë. Shikon rehatin e vet, mund të jetë dhe kjo. Dua të flasim pak për kodin e ri penal, përpara se të shkojmë te kodi i ri penal që u diskutua nga prokurori i përgjithshëm zoti Çela. Dua të ngelemi edhe pak te vijimësia e mandateve, po tani te kreu i SPAK-ut. A ka pas diskutim, po themi, kush do të jetë mes 4 emrave që kanë dorëzuar kandidaturën? A është realisht problem sa bëhet vijimësia e kreut të SPAK-ut? Apo nuk ka rëndësi emri? Puna vazhdon. Dosjet janë po ato, pra nuk ka, po themi, një simbolik politike ndryshimi i emrit. Është zoti Beqiri apo jam unë, që rëndësi ka? Problemi është që SPAK-u tashmë është SPAK, edhe ka krijuar emrin e vet. Dhe SPAK-u është me 22 prokuror të saj. Pak janë, kuptohet. Dhe këta 22, kur janë përzgjedhur për të qenë edhe drejtues të SPAK. Sepse kriteret janë, domethënë, për të gjithë janë një lloj. Dhe ata cili do që ta vendosësh drejtues të SPAK, bëjnë. Madje, nëse do të përsëriten mandatet, atyre do të bjerë i radha thuaj se të gjithëve të jenë drejtues të SPAK. Se do vi, se ikën me 3 vjeçar, do vi, se s'bën kjo gjë. Por individi ka shumë rëndësi. Se bje fjala, në mandatin e parë të SPAK, kur qetë drejtues kraja, jo se ishte i keq, jo se ishte domethënë në ana profesionale e tjera. Por ka të bëjë njeriu, guximi i tij, vendosmëria e tij. Disa cilësi personale. Ka cilësi, domethënë personale që aftësit mund të kemi një lloj ne, por jam më i vendosur unë, më iniciativë kam se ty, më i guximshëm se ty e tjera. Këto janë cilësi njerëzore dhe duke qenë që Dumani këto cilësi njerëzore i kishte mbi krajën, ju e pat qa suksesi pati sukses. Ai në punën e vet. Përcaktuese për politikën. Shumë. Edhe ai e ngriti stekën sa goditi ish president, goditi ish kryeministra, goditi ministra, goditi ish ministra, goditi kryetar bashkie e tjera me radhë. Tani problemi është që
nuk du të kemi këthim mbrapa. Nuk do të kemi as stagnacion, domethënë u bë kjo kaq është i ngelëm tani, neve në balt, edhe të rrimë tash i të bëjmë sejir. Po duhet një shtytje edhe më tutje, dhe tani ai që do vi duhet të dali domethënë të jetë edhe mbi dumanin. Pse? Se e ka shtratin, i është ngritur, pra çdo gjë e ka thuajse të gatshme. Dhe në këtë aspekt ka të bëjë shumë njeriu. Prandaj dhe ne themi janë 4 kandidatura, po të tërë gishtat e dorës nuk janë një lloj. Kështu që dikush prej tyre është më i vendosur, më vendimarës, më ekzekutiv në ato cilësit që duhet ta karakterizojnë drejtuesin e SPAK-ut. Kush do jetë nga këta? Amerikanët thonë që kanë të preferuar Klodian Brahon. Ndaj dhe thonë e thirrën dhe atje në Amerikë, tjera edhe dhe porosit. Mundet jetë dhe ai. Nuk e shkeq. Por po t'i marrim në pikpamjen e profesionalizmit, të përvojës punës, të çështjeve që ka hetuar, edhe të provave që kanë dhënë, unë do thoshja që Adnan Xholi është më i përshtatshëm dhe ai duhet ishte drejtuesi i SPAK. Qartë. Kështu që u avash edhe emrin për këtë punë. 19 dhjetori nëse do të realizohet emri juaj. Po do më thresësh, po që Adnan Xholi do më thuash që e gjete. Patjetër. Tani duhet të flasim pak për kodin e ri penal. Prokurori i përgjithshëm zoti Olsian Çela dje ka akuzuar qeverinë për ndërhyrje të rrezikshme në kodin e ri penal. Kodi është represiv dhe i panevojshëm, ka thënë zoti prokuror i përgjithshëm. Nuk mund të bëjmë sikur reformojmë drejtësinë me ndryshime sipërfaqësore. Unë dua t'ju pyes juve, a është vërtet tani kjo është një temë që ne do të bëjmë intervistë veç. Po meqense ishte raportimi në Komisionin e Ligjeve, po e përfshi, si thuash, në diskutimin ton. Shkurtimisht për ju, a është represiv kodi i ri penal? Mënyra se si e shartuar drafti, mënyra se si po mbrohet drafti, konceptet se si do diskutohet drafti, për mendimin tim janë të gjitha të mbrapshta. Edhe kemi të bëjmë me një nisëm e cila kysh në fillimin e saj është e dyshimt. Ose për ta thënë troç, duket sikur është biznes. Duket sikur është biznes? Po. Domethënë, na kanë çelur një fond të mirë aty, thonë bëni një kod dhe duke bërë këtë kondin, kaq milion euro bën ai ky biznesi, edhe shtoni nene sa më shumë sepse e kemi me 400 nene kodin. Dhe po që me 900 tani, atëre me 900 me një 2 fishin e biznesit, domethënë e shumës që është caktuar. Kështu ta jep përshtypjen, po jo përshtypje kështu rruge, po në mënyra thash se si u servir. Ne u befasuam të gjithë, sepse pam që mblodhi ministri i drejtësisë atje në një sallë, kishte futur plot atje. Me atë rast, unë sa i pash atje domethënë atë sallë njerëzit, se dha televizionet gjitha, bëra një status edhe thash, na pikpamja estetike që nga mrekulli, se pas ka vajza të reja, të bukura, djem të rinj e tjera, por penalist nuk po shoh këtu në këtë sallë. Kodin penal nuk bëhet do si do një kod penal. Nuk mblidhemi dot ne tani të bëjmë një kod penal. Por nuk e bën dot kodin penal në këtë mënyrë. Që të bësh një kod penal, në radh të parë njerë ti duhet ta hedhësh si ide. Duhet të thuash pse po e bën një. Po të thuash që e kemi të vjetër kodin penal, sepse e kemi të vitit 1995, kjo është një, domethënë, është çmenduri, nuk është normale. Ta thuash një gjë tillë, se realiteti nuk është i tillë. Ne ndryshime të shumta kodit penal i kemi bërë vazhdimisht dhe në vitin 2021 i kemi bërë ndryshime çtemun radikale, një numër të konsiderueshëm dispozitash i kemi vendosur atje. Pra nuk është i ri, nuk është i vjetër në kjo pikpamje. Pastaj çfarë do t'i thoshim ne kodit penal gjerman që është i 1830-s. Jo në fuqi. Nuk e përcakton vjetërsia. Që të ndërtosh një kod penal, ti ke kapitujt e tia. Dhe në kapitujt e tia kanë vend profesorët e të drejtës penale, që thirren ata fillimisht dhe u thuhet si duhet ta konceptojmë dhe ata t'japin edhe idet, por t'japin edhe nenet përkatëse. Ke për problemet e ekonomisë,
Do thresësh ekonomistët më të zotë që ka ky vend, profesorët më të shquar të saj, dhe ata t'japin ku janë pengesat e tjera që duhet kthyer në nën ligji që ta zhvilloj. Çfarë shkelje mund ndodhi? Në bazë të kësaj ekonomie, në bazë të kësaj problematike, po themi. Do thresësh psikolog, sociolog, kur vjen problemi tek dhuna në familje e të tjera, tek shpërdorimi i detyrës. Pra, mbasi ti grumbullosh gjitha këto lloj mendime që të vinë në të gjitha anët, atëherë ngrihet një grup, po ky grup i punës nuk ka brenda Arben Rakipin. Jo se ka unë gjë, ka qenë prokuror i përgjithshëm, është vërtet. Por kodi penal apo kodi civil apo çdo lloj kodi nuk janë leksione. Nuk janë definicione, duhet jenë tepër eksakte, edhe me 3 rreshta ti duhet të shprehësh dhjetra në qindra faqe, domethënë të saj. Se ndryshe pastaja, në rast se ti do bësh një kod që çdo gjë e shpjegon, do bësh një kod që si e do politika e do sot që shpërdorimin e detyrës bëhet sa më ngushtë, me qëllim që të mos më zeri plumbi mua kur të bëj shkeljet. Edhe ti tani ta bësh të tillë që jo më shpërdorimi i detyrës është krim pas korrupsionit, i cili për mendimin tim duhet i ketë më të ashpra dënimet, pas pastrimit produkteve që rrjedhin nga një krim, shpërdorimi i detyrës duhet të jetë vepër e rëndë shumë në këtë vend, sepse pikërisht na shpërdorimi i detyrës së këtyre funksionarëve të lartë, ne po na vijnë e na kanë ardhur demet pa llogaritshme në Shqipëri. Kurse këta faktikisht po e bëjnë kodin si e do ministri, si e do qeveria, si e do politika e tjera me radhë. Nuk bëhet kështu një kod. Dhe pastaj të tëra këto mendime pasi mblidhen bëhet drafti. Dhe drafti pastaj diskutohet. Kitet konsultim publik, po thënë. Po jo publik, po këta nuk e bën, nuk ka gjë, nuk ka, domethënë, edhe revolta e djeshme e prokurorit përgjithshëm, kam respekt për aftësitë e tij profesionale, por më duket një revolt e një profesionisti me integritet dhe bravo i qoftë, di reagimi i tij. Të bësh kod penal e mos pyesësh prokurorin e përgjithshme, të bësh kod penal e mos pyesësh prokurorit e rretheve, të bësh kod penal e të mos pyesësh gjykatën e lartë, gjykatat e rretheve, gjykatat e apeleve, edhe gjykatën kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, po asnjëri vjen aty e dëgjon çai jep ti çat drafti që ka ky, kur këta nuk pas kanë dhënë mendimin që si të bëhet drafti, si të hartohet drafti. Kështu që një kod i tillë penal është i dështuar, edhe nëse politika do vazhdoj hapa, domethënë le të bien këta legenit se neve ato që kemi bërë plan, edhe ato që bën biznesin e morëm lekët, atë do shojmë parlament për miratim, do ta vrasin Shqipërinë, do t'i vrasin shqiptarët, se ne duam një kod penal për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Një kod penal i cili i le vend, i le hapësirë dhënies drejtësisë te gjyqtari, se po e futet gjyqtarin në ato kallepet që çdo gjë ta ketë atje të shkruar atje te këtyja, ai s'ka hapësirë pastaja që t'japi drejtësi, që të veri në punë edhe logjikën e tij, të veri edhe humanizmin e tij, të veri edhe ato psikologjinë e këtij populli, kush është më e rënda, kush është më e lehta e tjera me radhë. Dhe prandaj e kemi edhe gjykatën e apelit, që jep vendim gjykata e shkallës parë, korrigjon apeli, e korrigjon gjykata e lartë. Prandaj i kemi vendimet unifikuese të gjykatës së lartë. Prandaj kemi vendimet e gjykatës kushtetuese, të cilat i interpretojnë ato dispozita që kemi ne. Kodi penal nuk do t'i kaloj 400 nene. Po i kaloj 400 nene, ajo është tekst, edhe nuk është i tillë. Dhe në fund, për ta mbyllur për kodin penal, kodi penal, po ta marrësh ta lexosh këtë, është turpi i botës. Aty njerë nuk ka gjuhë shqipe. Ai nuk e shqip. Ti marrësh definicionet e tjera me radhë, nuk është basarduar gjuha shqipe. U jap një shembull. Kur është bërë kodi penal edhe i monizmit, pavarësisht se çfarë kufizime kishte e tjera me radhë, po dorën e fundit ja jepni profesorët më të shquar të gjuhësisë. Profesor e Kerem Çabej, ai kishte vulën përfundimtare. E merrte kodin e shikonte në pikpamje gjuhësore, ku duhet shpresja, ku duhet pika e tjera me radhë, se edhe presja e ka kuptimin e vet që ku të çon ty në çdrejtim të çon tyja e tjera me radhë. Është falje jo varje. Ku e vë presjen? Po pikërisht jetën ose vdekjen. Po prandaj po them, kështu në aspekt, domethënë, është shumë problematik. Zoti Beqiri, ishte shumë kënaqësi që ju pata këtu në studio.
Faleminderit. Faleminderit për jush. Ishim me avokat Idajet Beqirin, folëm për diskutimet e ditës së dieshme në Komisionin e Çështjeve Ligjore nga ana e kreut SPAK Altin Dumanit dhe prokurorit përgjithshëm Olsian Çela. Ne vetëm pas pak rikthehemi në pjesën e dytë. Po e nisim pra me një reagim që ju keni thirrur ditën e djeshme dhe që sot u mbajt protesta përpara drejtorisë së policisë. Nuk e di tani drejtorisë policisë rrugore apo drejtorisë policisë së Tiranës, ti do ma sqarosh, pikërisht për këtë veprim që unë sapo shpjegova nga policia e shtetit, që po sekuestron monopatinat, skuterat, edhe motorat elektrik. Të lutem nëse mund të më thuash diçka më tepër në lidhje me këtë aktivitet së pari? Së pari ne kemi thirrur një reagim të qytetarëve që përdorin skuterat elektrik, të cilëve është cënuar drejta për transport. Nga ana tjetër kanë qenë të pranishëm qytetarë apo biznese të cilat punojnë me këto mjete elektrike, të cilat praktikisht janë falimentuar nga një urdhër i supozuar, siç thatë edhe ju, i Ministrisë së Brendshme, i cili nuk ekziston në as sekretore zyrtare, nuk ekziston as në faqet e internetit të Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë së Policisë, por duke qenë se ditën e hënë ne jemi lajmëruar nga qytetarë të cilët kanë kërkuar ndihmën tonë pasi u ishte konfiskuar motomjeti, dhe ju kemi ardhur në ndihmë, ajo që kemi kuptuar në fakt çfarë po ndodh në terren, edhe gjithë aksioni për konfiskimin e mjeteve elektrike është totalisht i paligjshëm. Pse them që është i paligjshëm? Pasi për shembull një rast që ne po ndjekim është një qytetar i cili ka një motomjet elektrik, e cila është në pronësi të tij sigurisht, ka qenë duke lëvizur me kask mbrojtëse, është shofer makine prej disa vitesh, ka patente, njeh sinjalistikën e qarkullimit rrugor. Dhe ditën e hënë është konfiskuar motomjeti që nuk është skuter, është një motor elektrik i vogël, me arsyetimin që ai nuk dispononte asnjë faturë e cila vërtetonte që ai ishte pronar. Pra, me fjalë të tjera, shteti për ta zbërtuar këtë urdhër të pa logjike dhe pa bazë ligjore të ministres Koçiu ka vendosur që siklet këtë jepet